Imagjinoni Shqipërinë e vitit 1921. Pavarësia ishte shpallur vetëm 9 vjet më parë. Kufit e vendit vazhdonin të ishin çështje ndërkombëtare. Qeveria në Tiranë përpiqej të shtrinte autoritetin e saj në të gjithë territorin. Dhe pikërisht në këtë moment, në veri të Shqipërisë ndodhi diçka që sot duket pothuajse e pabesueshme. Mirdita u shpall republikë më vete. Kishte presidentin e saj, pretendonte administratë veçantë, kërkonte të mos i nënshtrohej qeverisë së Tiranës. Dhe për disa muaj, Shqipëria u përball me rrezikun që një pjesë e territorit të saj të shkëputej nga shteti i sapo krijuar. Por si lindi Republika e Mirditës? A ishte vërtet dëshirë e gjithë Mirditës? Dhe çfarë kërkonin fuqitë e huaja që po vështronin me kujdes zhvillimet në Shqipëri? Para se të vazhdojmë, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike. Kështu na ndihmoni të sjellim edhe më shumë histori të dokumentuara nga e kaluara shqiptare. Për ta kuptuar vitin 1921, duhet të kuptojmë fillimisht çfarë përfaqësonte Mirdita. Për shekuj me radhë, ajo kishte ruajtur një organizim të veçantë shoqëror dhe politik. Bajraktarët, kuvendet lokale dhe familja e kapitanëve të Mirditës kishin një autoritet të madh në krahin. Edhe gjatë sundimit osman, Mirdita kishte ruajtur një shkallë të konsiderueshme vetëqeverisjeje. Prandaj krijimi i shtetit shqiptar dhe përpjekja e Tiranës për të ndërtuar një administratë centralizuar sollën një pyetje të vështirë. Sa nga pushteti tradicional do të mbetej në duart e krerëve lokal dhe sa do të kalonte tek shteti? Situata u komplikua edhe më shumë pas vrasjes së Prenk Bib Dodës në vitin 1919. Ai kishte qenë një nga figurat më të rëndësishme politike të Mirditës dhe kishte luajtur rol edhe në politikën shqiptare. Pas tij në skenë doli Markaxhoni, pjesëtar i familjes së kapitanëve. Por Shqipëria e atyre viteve ishte shumë larg stabilitetit. Qeveritë ndryshonin, institucionet ishin ende të dobta. Kufit vazhdonin të diskutoheshin në kancelarit evropiane. Ndërsa Italia dhe mbretëria e serbëve, kroatëve dhe slovenëve përpiqeshin se cilat të siguronin ndikimin e vet mbi Shqipërinë. Në këtë atmosferë shpërtheu kriza e Mirditës. Më 17 korrik të vitit 1921 ndodhi akti vendimtar. Markaxhoni dhe mbështetësit e tij shpallën atë që do të njihej si Republika e Mirditës. Por kjo republik nuk u shpall në Orosh, as në Rrëshen. Ajo u shpall në Prizren, jashtë kufive të Shqipërisë atëhershme. Markaxhoni u vendos në krye të saj si president dhe ngjarja nuk mbeti vetëm një deklaratë politike. Pas shpalljes, Markaxhoni kaloi drejt territorit shqiptar i shoqëruar nga forca të armatosura. Disa burime flasin për rreth 1200 njerëz të cilët u përfshin në ndërmarrjen e tij. Ai hyri në Mirditë dhe Oroshi, qendra tradicionale e kapitanëve, u bë një nga pikat kryesore të lëvizjes. Tani qeveria e Tiranës nuk kishte përballë vetëm një deklaratë për autonomi apo pavarësi. Kishte përballë një autoritet rival që po përpiqej të vendosej brenda territorit të Shqipërisë dhe kjo e ndryshon krejtësisht situatën. Por këtu duhet bërë një dallim shumë i rëndësishëm. Kjo nuk ishte një republikë e njohur ndërkombëtarisht si një shtet i pavarur. Dhe mbi të gjitha, nuk mund të thuhet se e gjithë Mirdita qëndronte pas këtij projekti. Brenda vetë krahinës kishte qëndrime dhe interesa të ndryshme. Më vonë, përfaqësues të Mirditës do t'i deklaronin Komisionit të Lidhjes së Kombeve se konsideronin veten qytetar të Shqipërisë së pavarur dhe se nuk mbështesnin politikën separatiste të Markaxhonit. Por në verën e vitit 1921, situata ishte shumë më e paqartë dhe pikërisht këtu hyn në histori Beogradi.
Mbretëria e serbëve, kroatëve dhe slovenëve kishte interesa të drejtpërdrejta në zhvillimet shqiptare. Kufiri përfundimtar ende ishte pjesë e përplasjeve diplomatike, ndërsa në rajon ekzistonte edhe rivaliteti me Italinë për ndikim mbi Shqipërinë. Për Beogradin, një mirëditë me autonomi të madhe ose e shkëputur nga kontrolli i Tiranës mund të shërbente si zonë ndikimi dhe pengese ndaj forcimit të një Shqipërie të lidhur ngushtë me Italinë. Prandaj projekti i Markaxhonit gjeti mbështetje politike dhe materiale nga qarqet jugoslave. Por interesat e Beogradit shkonin përtej vetë mirdicës. Në lojë ishte ndikimi mbi veriun e Shqipërisë, çështja e kufive dhe ekuilibri i forcave në Adriatik. Në anën tjetër, Tirana e shihte Republikën e Mirditës si një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj sovranitetit të Shqipërisë. Nëse Mirdita shkëputej, çfarë do të ndodhte më pas? A mund të shfaqeshin projekte të ngjashme edhe në krajina të tjera? Dhe a do të mbijetonte një Shqipëri e dobët e coptuar në zona ndikimi? Qeveria shqiptare vendosi të vepronte. Një nga figurat që mori rol të rëndësishëm në përballimin e krizës ishte Ahmet Zogu. Në atë kohë ai ishte ende larg kurorës mbretërore që do të vinte vite më vonë, por ndikimi i tij politik dhe ushtarak po rritej me shpejtësi. Kriza e Mirditës do të bëhej një prej episodeve që forcuan pozitën e tij në politikën shqiptare. Ndërkohë problemi nuk ishte më vetëm i brendshëm. Përplasjet në kufirin verior dhe ndërhyrjet e jashtme e quan Shqipërinë drejt një krize shumë të madhe. Tirana ju drejtua lidhjes së kombeve. Shqipëria ishte pranuar në këtë organizat në dhjetor të vitit 1920 dhe tani antarësimi po merrte një rëndësi jetike. Çështja shqiptare u diskutua ndërkombëtarisht. U kërkua tërheqja e forcave të huaja nga territori shqiptar dhe stabilizimi i kufirit. Presioni diplomatik ndërkombëtar ndaj Beogradit u rrit. Dhe ndërsa mbështetja jashtme për projektin e Mirditës dobësohej, edhe vetë Republika filloi të humbiste terren. Në nëntor të vitit 1921, gjithçka po merrte fund. Ahmet Zogu hyri në negociata me krerët lokal. U ofrua pajtim dhe shmangje e hakmarrjes ndaj atyre që e pranonin autoritetin e qeverisë shqiptare. Rezistenca u shua. Markaxhoni u largua sërish drejt Prizrenit dhe pas vetëm pak muajsh, Republika e Mirditës pushoi së ekzistuari. Por historia nuk përfundon këtu. Kur Komisioni i Hetimit i Lidhjes së Kombeve vizitoi zonën, krerët mirditor me të cilët u takua deklaruan se ishin të kënaqur të ishin qytetarë të një Shqipërie të pavarur. Komisioni arriti në përfundimin se një qeveri e pavarur e Markaxhonit në Mirdit nuk kishte bazë reale për të vazhduar. Kjo është ndoshta detaji më i rëndësishëm i gjithë historisë, sepse Republika e Mirditës nuk duhet parë thjesht si përpjekja e një krahine shqiptare për t'u larguar nga Shqipëria. Ajo ishte produkti një periudhe shumë të ndërlikuar, një Shqipëri ende e pakonsoliduar, pushtete tradicionale që përballeshin me shtetin modern, rivalitete të forta të brendshme dhe fqinj që kërkonin të shfrytëzonin çdo dobësi për interesat e tyre. Vetëm pak vite pas shpalljes së pavarësisë, Shqipërisi duhej të provonte jo vetëm se mund të ekzistonte në hartë, por se mund të qëndronte e bashkuar. Republika e Mirditës zgjati vetëm disa muaj, por nëse kriza e vitit 1921 do të kishte përfunduar ndryshe, historia politike dhe ndoshta edhe harta e Shqipërisë mund të kishin marrë një drejtim tjetër. Po ju, si e shihni Republikën e Mirditës? Si një konflikt mes pushtetit tradicional dhe shtetit të ri shqiptar, apo si një krizë të nxitur edhe nga interesat e fuqive të huaja? Na shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.